Hi guys, përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në episodin e radhës të podcastit ton Çelu. Përshëndetje. Sot me ne në studio është Giuliano Myrtezaj dhe ne kemi dëshirë që ta prezantojmë si një ish ushtarak dhe si një artist I ri. Ai ka qef ta prezantojmë dhe si poet, në fakt, kështu që me këtë të fundit po I dhe pikër. Mirë se erdhe Giuliano. Përshëndetje, mirë se u gjeta, kënaqësi. Sot ke ardhur si ish ushtarak apo si një poet? Si artist. Po, me bukur kjo. Atëherë Giuliano, për të gjithë ata që nuk të njohin, nëse mund ta fillojmë kështu, ti për momentin numëron rreth 6 videoklipe të publikuara në kanalin tënd në YouTube, apo jo? Po, 6 videoklipe. A që kam I vëmendshëm. 7. Është në një kanal tjetër ajo është 7. E po e citova në YouTube. Pra, të konsiderueshme këto materiale, le të themi, po për ta nisur që nga fëmiria jote, ka pasur disa faktorë që ndoshta kanë treguar talentin tënd edhe në fëmijëri ose kanë ndikuar për të krijuar këtë lidhjen tënde me artin që në fëmijëri? Po, sigurisht, është pak e çuditshme në fakt. Gjithçka nisi në moshën 1 vjeçare, kur më kanë bërë një si tip loje që vendosnin në sende. Edhe fëmia do zgjidhte, ishte si tip besytnie kështu, atë profesion do ndjek. Ma kanë bërë 3 herë atë gjë. Edhe 2 herë kam zgjedhur stilolapsin, edhe 1 herë lugën. Interesante kjo stilolapsi dhe kuptohet se ti shkruan, po luga këtu, ç'n luga? Jam edhe një kuzhinier I mirë, çuditërisht funksionoi. Po, është kuzhinier I mirë sepse është beqar dhe s'ka kush I gatuan vetë në shtëpi detyrimisht I Po, edhe ti beqar duke. Keni në familje dikë që ja u ka lënë trashëgimi apo ka lindur spontanisht? Po, ka qenë gjyshi im. Gjyshi im ka qenë këngëtar I muzikës popullore edhe valltar. Edhe ai më ka shtyrë. Që nga trashëgimi. Po. Kur isha I vogël më jepte gjithmonë disa bloqe të vogla. Edhe aty më pëlqente të zgaravisja. Merrja një stilolaps edhe vetëm zgaravit. Ato kanë qenë fjalët e para që ti ke shkruar për të bërë një tekst. Kishin ndonjë kuptim, po që zgaravit. Iniciativa. Po pastaj si vijoi ti një ish ushtarak, domethënë fëmijëria jote kaloi, ti u rrite dhe zgjodhe të vazhdoj një disiplinë tjetër nga kjo që po ushtron tani. Si ndodhi? Po, ishte dëshira e babait tim. Babai im ka 40 vjet që punon në polici dhe kishte, si thua, ëndër të bënte edhe djalin e tij ushtarak. Po pse jo të voglin e zgjodhi të madhin? Kjo është pyetja që neve na kufizon shumë. E po mua më kishte të parin në burë, të rritesha një herë unë, pasaj të... Donte ta siguronte një herë të parin, pasaj... Përgjithsisht këto eksperimentet bëhen me fëmijën e parë, kështu që ne qemi të parë. Gjyshja ime gjithmonë theshte I madhi hall e madhi. Edhe ti e ke provuar. Po. Po më thënë funksionoi, të pëlqeu si propozim apo ishte më shumë I imponuar? Shiko, në fillim e kam pasur pak të vështirë sepse kam dashur të vazhdoj një shkollë tjetër. Kam dashur të vazhdoja shkollën për regji dhe skenar, po ishte pamundësi ekonomike, le të themi. Edhe thash, hajtë më po e provoj. Ke shkruar ti gjatë kësaj kohe që ke qenë në ushtri? Shumë rrallë. Por kam shkruar, po shumë rrallë. Po si ka mundësi? Do me thënë në ushtri nuk frymëzohesh apo kishe një pengestitë që nuk shkruajnë? Kishte të bënte fakti I disiplinës, ishe më shumë, do me thënë, jo në atë përditshmërinë që të bëje gjëra të reja, ishe gjithkohës monotoni. Edhe kjo ndikon shumë. Do na shpjegosh shkurtimisht si u rekrutove le të themi në ushtri dhe ban më ndonjë episod që të ka lënë bresa nga ajo kohë? Diçka të veçantë ndoshta që do ta ndash me shikuesit? Po, si fillim, pasi vendosa që të futesha në forcat e armatosura, u stërvita disa kohë, sepse ishin normat që duhet të kapësh të përgatitja fizike normalisht. Dhash ato testimet që duheshin dhe I përfundova, u emërova si pjesëtar I forcave të armatosura, po në Bunavi, se kam bërë në Bunavi të Vlorës 3 muaj, problemi më I madh që kam pasur ka qenë gjumi, zgjimi në mëngjes, edhe ushqimi, le të themi. Po në ushtri, para se të hynje, do me thënë rezultatet I kape vetë dhe testit e moni vetë, apo kishe ndaj kështu? Ja, ma qamë, ishim përgatitur. Ndikoi realisht ushtria në stilin tënd?
të jetës edhe pasi ti u shkëpute le të themi nga. Në fakt ajo më ka shërbyer për mirë për pjesën e disiplinës. Ka qenë dhe një moment atë periudhë të cilën kam kaluar një si të thuash, e dini këtë smundjen e shekullit që është quajtur ankthi. Po, ankthi. Ajo më ka shndruar në një njeri tjetër me këmbë në tokë për të kuptuar më shumë vetveten, lufta me veten preferoj ta quaj, të cilën e fitova me besime dhe pse pas një kohe shumë të gjatë. Meqse edhe jemi në këtë temë dhe është realisht një tematikë shumë e ndjeshme, kemi një mesazh që t'ja u drejtojmë të rinjve rreth ankthis dhe Unë po flas për veten time sepse shumica domethënë varet edhe nga simptomat duhet këshillohen me psikolog ose të marrin mjekimin e duhur, duhet të kërkojnë ndihmë sepse këtu është pak problem në Shqipëri, është si të themi ajo në thojza turp. Është turp pse unë jam i çmendur, pse unë jam i çmendur, është pak paragjykohen shumë. Por unë zgjodha një mënyrë tjetër. Dhe mënyra ime ishte aktiviteti fizik, jam marrë shumë me sport. Atë periudhë jam ushqyer shumë shëndetshëm të themi dhe gjë kryesore besimi. Besimi në Zot. Besimi në Zot sepse unë kam qenë ateist, po ateist i thekur të themi. Edhe ajo gjë më lidhi shumë me fenë islame. Me thënë të pas ka shërbyer në një farë mënyre për të rikthyer në Zot. Gjuli, unë do të pyesja diçka, se ndoshta do ta kishte bërë si pyetje Esmeralda që në fillim fare, po se ti u prezantovi si artist. Cili është emri i artit tënd? Se besoj të gjithë artistët e kanë një emër. Shumë pyetje e bukur. Kjo ka nisë në gjimnaz. Në gjimnaz kam pasur shokun tim të ngushtë Kristianin. Kristiani ishte i vetmi person që arkitekti, bravo. Ishte i vetmi person që dëgjonte gjithçka që unë bëja, sepse me të tjerët ishte pak vështirë ta hapesh apo t'ju tregoja se më vinte turp. Ka qenë vetë koha të paragjykonin dhe atëherë. Po, jam ati u bëre këngëtar, jam ati i shkruan tekste, nejse. Edhe ai gjithmonë i pëlqente tekstet e mia, edhe më vuri një nofk, Master J. Po që unë nuk është se po e përdor, po thjesht ajo më ka ngelur, Master J. Do me artit tënd vjen nga Kristian. Po, Master J. Që në gjimnas. A e ke gjetur ndonjë disiplinën tënde ushtarake të dobishme në karrierën tënde si artist? Le të themi në thojnë sa. Kjo nuk ka të bëj shumë, domethënë, thjesht sepse janë dy botë shumë të ndryshme. Arti me ushtrim. Po, janë dy botë shumë të ndryshme. Disiplina edhe jo. Janë dy botë shumë të ndryshme. Jo, unë besoj se një ushtarak ka një disiplinë shumë të fortë dhe të rregullt, por dhe një artist besoj duhet ta ketë një disiplinë shumë të fortë dhe të rregullt. Besoj se arti nuk ka nevojë për disiplinë. Arti ka nevojë për thjesht vetvetja të bësh ato që ndjen në moment. Se ndryshe s'ke nga frymëzohesh, s'ke ku. Kur ishte ai kliku që ti e kuptove që duhet të ndërprisje të gjithë të karrierën ushtarake, po themi që kishe deri në atë moment, dhe të ndiqje pasionin tënd? Kjo është një pyetje shumë e bukur. Në fakt këtë gjë e kam praktikuar edhe kur kam qenë në ushtri. Por koha, puna, shumë gjëra nuk më lejonin që të ndiqja pasionin tim. Dhe ka ndodhur një gjë shumë e bukur, që s'mund ta quaj rastësi. Ai ka qenë burri jot Esmeralda. Shoku i ngushtë i vllait tim. Ka qenë, po, ai ka qenë Zanafilla, si të themi. Zanafilla. Unë në fakt shkruaja kështu. Vërtet nuk u çudita se se dia këtë. Shko. Bëja disa këngë se i kam regjistruar gjithmonë me telefon, edhe bëja disa këngë, edhe i bëja për shokët, domethënë si me të tallur, si të thuash, e kupton? Edhe këta i dëgjonin e theshin, u sa bukur i lidh rimat, u sa bukur i lidh rimat, muzika e këto, pse se provon, prap nuk kisha kaq kohë që lutesha. O Zot, më jep një mundësi të vete një në studio, kaq desha. Vetëm të vija një në studio, asnjë gjë tjetër. Edhe burri jot i dashur rastisi në një biznes, një lokal që kisha,
me vllajin tim, sepse shok të ngushtë, dhe kishte dëgjuar që merrem me këtë pjesë, me muzikën, e kam shumë qef. Edhe më tha, ore, po t'jap një kontakt. Provoj më dha një kontakt. Më dha një kontakt, vajta tha ajo, wow, tha, ti që nge mirë, tha. Edhe që aty nisi gjithçka, jo njoja me producentët, me artist, me tjere. Do me thënë, një nga shtysat tënde, dy nga shtysat tënde ka qenë një Kristiani dhe i dyti ka qenë burri Smeraldës. Ishte si burri Smeraldës që si ajo shtegu që hap shtekun, e kupton, edhe hajtë se po kaloj këtu, hapi rrugën. Mos ja punën një me emrin burri Smeraldës edhe se është problemi madh pastaj. E dim që do thotë nuk do ta publikojmë. Por ne do ta publikojmë gjithsesi. Po normal, nuk bëjmë kështu prerje gjëra. Po, Leksi, ke të drejtën e. Xhuli, si është të kalosh nga disiplina e hekur të ushtarake në një botë të lirë të artit, në një botë plot me ëndra, do me thënë ti ke atë hapësirën tënde, do me thënë që nuk mendon asgjë. S'besoj se është ndonjë çudi e madhe, sepse kudo që ti jesh, ëndrat e pasionit janë gjithmonë aty, e kupton? Jo, çuditësh, po realisht janë dy ekstreme. Si është, do të shiko ta marrësh pak veten. Ishte ai momenti kur zgjoheshe në mëngjes, nuk qen kam Nuk ta thash personin e tretë që ka qenë që të kanë ndihmuar për të marrë vetë. Thjesht kuptova që e bëja mirë atë gjë. Nga producenti im. Cilat janë temat që ti trajton më shumë në muzikën tënde? Temat të themi, kam një llojshmëri temash të caktuara, varet çfarë më ndodh në jetë, sepse çdo gjë që kam shkruar, çdo gjë që janë ato që kaloj. Asgjë nuk bëj me anë të fantazisë. Po pjesa më e madhe e teksteve të mia i dedikohen dashurisë. Ke një muzë frymëzuese që Po normale që kam një. Nja, po disa dhe ju artistët keni. Mund të them që shumë muza. Varet, nuk mund të flas shumë për këtë pjesë. Xhuli, si e sheh rolin e një artist i rap në Shqipëri dhe e ndjen veten si një zaj prezitent, do me thënë, a përcjell mesazhe ti për rinin në tekstet e muzikës tënde? Unë për veten time nuk e di, ato gjëra i vlerëson vetë dëgjuesi, sa do të pakt mund të jenë kismet Zotit rriten, bëhen miliona, po që mendoj se po, gjithë ata që më kanë dëgjuar më kanë vlerësuar për këtë pjesë, po, jap një mesazh. Unë të pyeta për muzat që të kanë frymëzuar, po artistë që të frymëzojnë ose artistë që më frymëzojnë, Përveç që mund të themi, mirë, ai ka qenë në fillime, se vetëm atë dëgjonim atëherë se s'kishim ku. Jo, ishte dhe Marfezulla. E po ishin ata, po që ky ishte si më i miri se fitoi atë Top Festin atëherë dhe Top Fest dysh. Po, edhe njëshin dhe dyshin i ka fituar 2 herë. Shko, frymëzimi më lind vetë nga jeta ime, po që këngëtar që më pëlqen vërtet, domethënë që e dëgjoj shumë, po, një model mund ta quaj, është MC Kresha. MC Kresha, po. Mbreti popit Shqipëri. Po, lidhje me Xhesila Myrtezan. Ke, Xhuliano, se s'kam pyetur asnjëherë, po ja tani që po të gjithë po kujtonin për, domethënë në kaq kohë kemi bashkë realisht. Po, të gjithë. Jo, ai ditë mbiemri, origjina. Të gjithë pyesin për mbiemrin, po që po i kemi gjyshrit vëllezër. Vërtet, domethënë ty të bie kushërira e dytë? Po, kushërira ime e dytë. E po jo e paskemi tamam në familje. Nëse zgaboj mund të kemi ja 10-12 vjet pa u parë një në një dasëm, e s'besoj se mban më mend. Po mirë, nuk shikojnë se Xhesila në dasëm vjen vetëm si këngëtar, jo si eftu. Jo, kemi qenë në një dasëm kur ka qenë e re, sa kishte hyrë në gjeniu atë. A ke për mua nuk e di çuditërisht më janë vendosur të gjitha pyetjet vetëm për ushtrim, se nuk e kuptoj pse. Kaloj më plak. Kaloj ushtrim më plak. Nuk e kuptoj pse. Kaloj ushtrim më plak. 13. Jo, më pëlqej më shumë ajo. Hajde. Xhuli, ke ndonjë këngë që ka ndonjë domethënie të veçantë për ty? Ose që ke krijuar dhe veti ose këngë që ka krijuar artist tjetër? Shiko. Të gjitha këngët që kam krijuar, nëse do më jepej për shembull të më theshte dikush, ma shit mua këtë tekst, nuk e bëj atë gjë, sepse në të gjitha këngët është vetja ime aty.
Gjithë që u them shembull kur thot dikush hajde më të njohim, e kupton, të njohim, i them, po të lexoni tekstet e mia më njihni. Kur ti publikoj të gjitha, ata që i din tekstet kështu pa i publikuar, domethënë, mund të lexoni edhe shumë e thjeshtë. Këngën e Sabianit dhe Marselit. Duhet të djegja Roman Thunder, se nuk më kujtoj titulli si e ka tani. Atë që po këndoj një çparti backstage. Fiksimi. Hajde mo. Nuk është se kam ndonjë mendim për këto tallavat, nuk është se më tërheqin shumë, po që. Po përderisa ti po e këndojnë. Po s'ka lidhje më burë, ke parasysh kur zgjohesh në mëngjes. Edhe atë që dëgjon të parën, fillon e përsërit gjithë ditën, ja u fikson dhe të tjerëve. Si është një ditë jotja tipike kur merresh me muzikë? Ti frymëzohesh dhe fillon të shkruash direkt apo pret një moment të caktuar ku ti u gjatë natës? Shiko, kjo gjë nuk është fare me buton. Unë mund të ri edhe 1 muaj, 2 muaj pa shkruar asnjë gjë se nuk vjen, nuk vjen. Po që varet kur të vi. Kur të vi presi momentin, shqyr ekzistojnë letra, lapsa, memo, varet ku ti jem. Si shkruan, Xhuli, më pëlqen letra, të shkruaj? Gjithmonë më ka pëlqyer letra, të them drejtën, është pak më klasike dhe ti të ngjall më shumë emocion, por që ndodh ndonjëherë kur je edhe në kafe vet, se mua më pëlqen gjithmonë ta pi kafen vet. Ndodh kur je vet, do ta shkruash në memo. Mban ndonjë blok kështu të vogël me. Kam shumë blloqe në shtëpi që janë plot. Kam shumë blloqe që janë plot. Një kam banjë në kuzhinë, një sallon, do të them. Xhuli, si e ka pritur familja jote më saktë babi tënd këtë ndryshimin të lënien e ushtrisë e kalimin në muzikë? Babi me sot e kësaj dite nuk është ambientuar akoma. Ishe mirë më të keqen babi aty ku ishe. Me 300.000 lekë të vjetra je shumë mirë. Po u rrit tash tani thotë që sa ka vajtur. Sigur e kam nis me 280. Ndërkohë që në Tiranë, kam qenë në Tiranë në fillim dhe kam nisur me 280. Edhe e bukur ishte se 100.000 lekë ishte qiraja. Nësa 180.000 lekë dhe të hanje, të binje, cigare. Veshje, çdo gjë. Ka qenë fillim shumë i vështirë në fillim. Sapsa, kemi marrë një shtesë 40.000 lekë që në ushtua, usa jemi gëzua. Ma besoj që je shumë mirë. Para se të kishim të ftuar më përpara, kishim një çunë ne, atlet Steve Kreku e ka emri. Ishte 100.000 lekëshi. Të vjetra, shpërblim. A ishte shpërblim veç rrogës, kurse ne kishim rrogën aq. Po dhe pjesë e rrogës nuk marrin fare. Mirë, pastaj u rritë, u bë çdo gjë mirë. Çfarë mendon për industrinë e hip-hopit në Shqipëri, Xhuli? Sepse ti ke jetuar dhe në Gjermani dhe ke ndjekur të dyja rrymat në të dy këto shtete paralelisht, le të themi. Shiko, Pas jem shumë ja pasionuar dhe ç'mendim ke për secilën? Nuk mund të flas edhe aq shumë thellë për këtë pjesë sepse nuk është se e shikoj si ndonjë të ardhme pjesën e industrisë, është thjesht më shumë pasion dhe e bëj për qejf sepse që të arrish të kapësh tregun, nuk duhet të shfaqesh atë që pëlqen, si të thuash, 95% e dëgjuesve, po. Gjë që duhet të dalësh nga vetja. Po dhe duhet ndonjëherë që të dalësh. Shton shumë një projekt muzikor i realizuar sepse ti për shembull të shtata videot i ke videot, klipet, domethënë muzikën tënde i ke të shoqëruara ose të kompletuara. Po, disa janë me videoklipe, janë përpjekur që të mbajnë një kosto të ulët. Sa mund të kushtoj një projekt i mirë dhe që ka një kualitet shumë të mirë? Po varet, një klip me kualitet të mirë ke edhe 50.000 euro se para ca ditësh e dëgjova për një këngëtar në Kosovë. Nuk po themi tani që marrësh një të mirë që mund të bësh diçka të pranueshme kushton edhe 3.000 euro. Po mund të bësh diçka shumë të bukur me telefon. Një videoklip shembull në Gjermani që kam bërë, këngën Hala, kam bërë me telefon. Po. Me telefon gjithë dhe doli për mrekulli. Po, doli për mrekulli. Xhuli, me që përmend edhe Gjermanin, ku e sheh veten tënde pas 5 vitesh, muzikë dhe midis Shqipërisë dhe Gjermanisë? Çfarë pyetje kjo, po nuk e di më burr ku do jemi pas 2 minutash. Objektivi im, të them të drejtën, është Shqipëri. Pse? Sepse dua të vazhdoj dhe atë ëndrrën që më ngeli në sirtar, shkollën për regji dhe skenar. Po për sa i përket personalitetit
tënd, Xhuli. Çfarë natyre jeti? Si do ta përkufizoje veten? Jam i qetë, I qetë? kur duhet. Nuk ke natyrë impulsive? Jam dhe impulsiv, kur duhet prapë. Po, Gjumash, e the. Gjumash. Shiko, flesh unë vonë, flesh unë vonë. Artistat edhe si flej, se përgjithsisht ja, këtë lloj Artisti Kur isha- unë mendoj kur se isha ka në probleme ushtri- me gjumin. Kur isha në ushtri, flija gjithmonë në orën 9. 9 edhe zgjohesha në 5 të mëngjesit, më ishte bërë kështu fikse, pa alarm. Puf, sytë edhe për të vajtur në punë, lustro këpucët, rregullo krevatin, bëj mëngjesin, ik. E kupton? Disiplinë ushtarake. Po, fiks. I rojtë. Ishte, po, s'diskutohesh, e di që ka qenë edhe një nga arsyet pse kisha që desha t'ikja, ore ka qenë dhe Që mos mjekra, isha ore. mjekër. Po ka qenë dhe mjekra, nuk të linin pa mjekër. Nejse, ku e lam? në regjim, tash po e kuptoj që është në fare, domethënë si në këtë E jetë po të jo, se na tërësjarë. fut, po u fute, shiko. Te ka Po na bërë fute- te ka bërë shumë keq kjo ikja nga ushtria dhe hyrja në U bën 3-4 vjet tash, kurse për muzikë neve artistët gjithmonë rrinë themi shumë natën shumë zgjuar natën. Për arsye sepse momenti më i mirë për të gjetur frymëzimin është nata. Interesante. Dhe prandaj jemi çik gjumash. nata është Po me emocionet si ke marrëdhëniet. Emocionet në shkuptim. Emocionet, do të thënë jetë tip se një tip emocional, do të thosh. Po normale që jam emocional. Prekesh nga situatat, nga një ndodhi, nga një dukuri që dëgjon. Shiko, në fakt nuk është se jap shumë veten, po që prekem thellë. Po për të mërzitesh Jo, ashtu se vras me Po me vrik Xhuli apo me raste. Hajde më, me raste. Ku është limiti tënd si njeri, Xhuli? Janë disa pika që nuk duhet prekur, do me thënë një gjë që më lëndon shumë është kjo pjesa e artit. Nga që gjithë jetën s'kam pas shumë mbështetje, edhe kur dikush më shon ose ama që ke këtë gjë, ma ha do bësh ti, do me thënë ajo gjë vërtet më prek. Ky është para Edhe në të njëjtën kohë edhe më motivon. Ky është paragjykim që ndodh gjithë në çdo lloj profesioni, Po, se çdo lloj normale, drejtimi që marrin në jetë. normale. Kjo është e pashmangshme. Xhuli, kush është gjëja jote më e shtrenjtë? Gjëja ime më e shtrenjtë, familja. Kush është gjëja jote më e shtrenjtë? Mami, babi apo nari? Mami, E ke shumë pikë të bobit. Po në përgjithësi gjithë shunat mama kanë pikë në bobit. normale. Po me dashurinë si ke raportet, Xhuli? Hajde mo! Je i dashuruar? Unë gjithmonë jam i dashuruar. S'kam kaluar në një fazë i pa dashuruar. Vërtet. Po, Do me thënë ti me çdo lloj Nuk po më pëlqen kjo gjë tani, Xhuli. Ç'është kjo gjë? Ç'po dashuria me butona, s'ke më një periudhë ku di unë se njeriu dashurohet, ndajt, kur ndajt. e po Se është akoma dashuria për atë personin, pastaj vjen personi tjetër, dashurohen dhe me atë, ikën ai shfryt me atë dashurinë që kisha lënë pa aty, si tip keku, e kupton? Jo, Mbaroj atë, filloi serviret keku tjetër, e e kështu di me çfarë ka radhë. kujtuar Xhuli mua, një shprehje kur ishim 9 vjeçare në gjimnaz thoshim. Xhuli me 7 zemra, një për vetë e 6 për vetë. Për mua e kishit. Për mua e kishit. Ja ma kam qenë shumë i mbledhur. I ka për të gjitha. E Kam mban shumë i mend mbledhur. dashurinë tënde të parë. Ua. Po kush është ai që se mban mend? Po kush ka qenë Xhuli dashuria jote e parë? E di ti, e di. Po unë se e di prandaj ta bëj si pyetje. Do shta ti nuk mos ja përmend Mund të shihrin? përmend Jo, jo. emra, po që po. E di unë e di. E di ti. Po dashuria jote e fundit. A dhe këta mund të duket se e di apo se di. Këta s'un se di. Kush do jetë e fundit? Kush do jetë se ti vazhdon akoma Po, do vazhdoj. dashuruar. Ke frikë nga errësira, Xhuli? Ua, kjo është pyetje interesante. Kur ishim më të vegjël, gjyshja na tregonte historira të frikshme, e kupton? Ore, më fal, gjyshet e fshatit, nuk e di pse kam pasur të Nuk e di mo, doli gjindi
Doli shejtani, erdhi zhaba, erdhi Unë jam 26 vit, edhe akoma shkoj mbrapa kur hyj shkolla. Edhe kam pasur një frikë të papar, ndryshe nga krenari, se krenari nuk ka pasur shumë frikë, kur kam qenë i vogël kam pas një frikë ekstreme, nuk kisha frikë nga kafshët grabiqare, e kupton, kisha frikë nga do më vinte hija nga mbrapa, do më hante, do më bënte, nuk e di domethënë. Po që po kam pasur, kurse tani jo. Tani nuk e duroj dot, vetëm e rësirë dua. Gjuli, kush është shoku jot i ngushtë përveç Kristian Tonës? Po shoku im, po kam disa. Një që është më ngushtë, gjithë e kemi një shok që kemi më të ngushtë. Po më të ngushtë se Kristiani nuk kam. Po më thënë ai është. Po. S'pas ka konkurent. Ai është në. Do me thënë konkurent, po që po, mund bëj renditje, është e Florenci. Është Klajdi, është Teodori, ka disa. Florenci më shumë të mërzit se sa. Ja, është i vetmi që dhuron shumë dashuri, Ama shumë mos ka dashuri. përmendni me emrin tash Lere. Dhuron shumë dashuri, edhe pse është ai ti. Kush ishte Florenci? Burri. Pyetja e radhës. Një jetë me disiplinë kemi menduar për ty? Apo një jetë komplet e çthurur, Gjuli, kujdes, dy ekstreme. Nuk më pëlqen jeta e shturur. Preferoj me disiplinë. Le të shërbëj kjo edhe si një mesazh për të gjithë ata që Kam një pyetje shumë të bukur. Nuk është si të gëzohesh momentit ajo jeta e shturur. Gjuli, kam një pyetje shumë të bukur dhe dua përgjigje të sinqert. Po. Më mirë me ty dhe fukara apo pa ty dhe i pasur? Më mirë pa ty dhe i pasur mendoj. Po. Edhe unë Shko mos sa materialist. Edhe unë S'është puna për Jo, materializëm. s'është materializëm ai. Materializm po të thoshte që dhe me ty dhe i pasur. Po, s'tjetë të tëra zoti. Edhe unë kam të njëjtin mendim. O, njëre në tjetërën. Më mirë pa një person kështu edhe i Si të pasur. ishte më mirë qaj në Dubai se sa në... Po është të drejtë. Ka shumë të drejtë. Diell apo shi, Gjuli? Diell, Dimra apo pranverë, Gjuli? pranë verë. Një natë pranë Oxhakut apo një natë duke u larë në det? E vështirë kjo zgjedhje. Duke u larë në det, Unë do zgjidhja pranë Oxhakut. unë vdes për detin. Do zgjidhja do të shpije, Po na mërzit o Xhaku më burë se jemi nga Korça. po Po ne deti na mungon këtu. jo, e ke klarë. Gjuli, Merlin apo Dahlia? Janë dhe dy titujt e këngëve. Ende. Dhe pse të lutem? Unë do zgjidhja Merlin. Ti do zgjidhje Merlin, Ismaja do zgjidhte Dahlia. Ja, unë do zgjidhja Mona Lisa. Është e njëjta. E një tashmo. Po, është e njëjta. Haj, që ka dedikuar të këngë të njëjtës. Paga shumë ti di historit, po që këtë pjesë do ta presim çik shuja, sepse është pak e sikletshme. Po që do zgjidhja Carmen më mirë. Se këse di që në si presim, po nejse. Nejse, gjithsesi. Në qëse do vazhdojnë me të preja, ne do të kishim prerë gjysmë në jetës. Wow. Gjuli, ti je i varur nga. Po marrë dorë tërkike. Interesante. Unë jam i varur nga muzika. Nga droga, nga alkoholi, nga këto. Shiko, kur kemi qenë të rinj gjimnas, normale që kemi ashtu Gabimet të konsumuar. moshës, më t'i quash. Edhe më mirë që kemi konsumuar sepse ja u mësuam vlerën që kishin. Për keq, kuptoj. Normale që për keq. Edhe për momentin asnjë lloj gjëje nuk konsumoj, si se ka shumë artista që marrin stimulus, nuk frymëzohen dot pa pasur një stimulim. Gjë që nuk e urej. Gjuli, do zgjidh një gjermane apo shqiptare? Do me thënë kjo gjermane është kot fare, ta kanë bërë kot, se gjermanët nuk bëjnë. Jo. Do zgjidh një Ukrainase ose Moldave apo shqiptare? Apo do tajlandezët? Kohët e fund, jo, se ande janë Lady Boy shumica, jo vlla, ande nuk rrezikohet. Mendoj se do zgjidhja çeçene. Këto kohët e fundit kanë qenë shumë i qef. Ata janë gangsterët. Çeçene, jo çeçenët vlla. Çeçenët janë gangsterët, e thash. Edhe di kush është e bukur, ishim këtu në zyrë edhe po bëja një kërkim në ChatGPT-or, e thash
si mund të vesh në Çeçeni dhe të martohesh. Edhe tha, e vetmi kusht tha është thjesht ti je musliman. Po, tha. musliman. Po, thash po që nga fiks. Kur do ikim? Kur do ikim? Kur do t'i presim biletat Po. të dy? Vetëm do kemi çik problem, se është çik diktatura andaj, po që Nuk ka rëndësi çka Nuk e di. Në varet. Se na i kanë vëkur shoqëria. Mund të merje deri në 4 aty. Sami. Kur do i? Po, ja, gati jemi. Ju lutem mos jepni nga këto mesazhe në podcastin tim. Mi, këto ishin për shaka, këto ishin për shaka. Ashtu, jo. Çuna nuk Ne- ka 4 gra, çuna Jo, me vetëm një dieta grua. një dhe në fund të jetës. Ne jemi shqiptar, Derisa ja. vdekja të na ndaj të betuar për Po. jetë. Lexi pse s'po ti gjolla shumë e vërtetë. Kod bën. Xhuli e penduar për ndonjë gjë në jetë. Asnjë gjë. Bile se gjërat më të këqija që kam bërë nuk janë penduar fare. Sepse kanë ndikuar në të ardhmen time për diçka tjetër, si mësim. Me ke marrë një mësim. E di çfarë kanë gjithë mirë Xhuli, është shumë realist në atë që thot. Po të ishte dikush tjetër do thoshte jo po kështu, jo po ashtu do merret vendim. Besoj se asnjëri nga ne nuk duhet të pendohet për veprimet që ka bërë. Ato janë bërë. Për të dashur pa dashur ne i kemi bërë. Ka qenë zgjedhje. Xhuli, po në qoftë se do të jep një vetes një këshill kur ke qenë i ri, do me thënë çfarë duhet të bënte, çfarë nuk duhet të bënte, cila do ishte? Dgjoj. Nëse do të jepja vetes një këshill, do t'i thoja ha më pak kripra më burr se do bën ato gurët. Ta kishin që atë ciklet në Po, ore vetëm atë mos kisha, e kupton, vetëm atë ciklet mos kisha. Ore ham pak kripra, valla, se janë rregull, vetëm ham pak kripra, kaq. Çdo gjë ndodh për një arsye mendon apo është dhe rastësi? Unë mendoj se asgjë nuk është rastësi, çdo gjë ndodh për një arsye. Çdo gjë ndodh për një arsye. Jo, s'mund të thuash është e vërtet apo është gënjeshtër, po. E flas nga vetë nga dhe unë. Po. Çdo gjë ndodh për një arsye. Lumturia është zgjidhja apo pasojë rrethanore? Shiko, po t'ishte zgjedhje, të gjithë do zgjidhnim. Të ishim të lumtur, po që kështu nuk është, nuk mendoj se Por është zgjedhje. si mund të kalojt një jetë kur do me thënë unë mendoj kështu, një duhet të kesh shumë fraksione të pakta që të jesh i lumtur, sa më shumë të rishtim pikëllim, sepse ato kanë më shumë kujtime. Çfarë njerëzit Nuk e si mund të jetosh mundojnë njëri vetëm i veten. lumtur, do me thënë kot, mund të jesh si budallak. Ora është njësoj si mund të jetë gjithkohë vetëm diell o vlla, duhet e pak shije të bordë, Po, se të nuk. bordë vesh gërski, Duhet e pak. ka shpak kuptim fare. Po, Lumturinë do ta gjejmë vetëm atje në botën tjetër se këtu. po lumturia apo e vërteta? E vërteta. E vërteta? Ç'më duhet mua. Edhe pse ndonjë mund gënjeshtër. të jetë shumë Më pëlqen e vërteta sado që dhemb. Nuk do ta bëje ndonjëherë një kompromis për të gënjyer për të dashurisë. Shko Për të gënjeshtra. lumturisë në dashuri. Po s'quhet lumturinë nëse gënjen. Do me thënë për postë. O është o nuk është. Xhuli kam një pyetje shumë të bukur. A mund të ekzistojë morali pa fenë? Po, për ty që beson sidomos. Se Për mua që besoj, shiko. Edhe kur kam qenë, si të thuash, ateist, moral kemi pasur, nuk ka të bëj, është thjesht po që po. Po që feja është ajo që jep. duhet të besojmë sa më shumë në Zot. Dhe të lutemi sa më shumë. Është e vërtet. Është është shumë paqe. Dhe themi e vërteta lidhet pak a shumë edhe me drejtësinë, po themi, se atje ku gjërat janë të vërteta, në një farë mënyre kemi dhe një balanca, si thua kemi vepruar drejt. Po është më mirë të jesh i drejt apo i dëmshur? Mendoj se është më mirë të jesh i drejtë. Nuk bën kompromise të tjera, me pafi. Xhuli, mban ditarti ku shkruan ato dashuri. apo Shiko, Zenka. nuk mendoj se Ato pa gjumë. Nuk mendoj se një tekst shkrues të mbaj ditar, sepse çdo gjë e hep në tekste. Nuk mendoj. Do me Unë jo. thënë, po kur ke që njëri nuk e më ato ditarin që i dashur ditar. Sot Jo. zura, më tha kështu i thash ashtu. Jo, asnjëherë s'kam mbajtur ditar. Asnjëherë, sepse vetëm kam shkruar tekste. Ose ke pa ditarin. Po. Varet. Në qoftë se do zgjidhni midis disa figurave dhe ne do të ishim Xhuli ti na thuaj dis ose respekt për këto imazhe. Për Mimi Kodhelin, si ish ushtarak, Gjo, po të jem politikan dis. Po për jashtim, Buh, Agron Shejaj.
Respekt. Më kape. E shikon që... Më kape. E shikon që kundër Jo, po këtu është një diçka e lidhur, jo s'ka lidhje. Këtu është diçka tjetër, sepse ai nuk është se është përfshirë shumë në politika, gjithmonë ka qenë opozicë, si thuash. Edhe është një person që më pëlqen shumë sepse Edhe me historinë familjare për shkak se vjen nga ishte për ndjenjë. Do të thënë një politikane të re. Po varet ta e njoh. Esmeralda Sedolli. Nuk kemi futur akoma e serios. Kur do bëhet kjo kryeministre, do shpëtoj Shqipëria. Olta Xhapshka. Dis. Niko Peleshi. Super dis. Më pëlqen. MC Kresha. Respekt. Rigel Serajku. Respekt. Arkimet Lushaj. Respekt. Noizi. Respekt ishte Rigelsi. Është Rigelsi, prandaj ta se deri në ngatrosh. Nga i popi. Po Luri Kallsoni. Super respekt edhe për atë. Janë dy, si ka mundsi ngjitin shumë entitetin apo. Dy shënë fantastike që mund të ketë Evropa, jo vetëm Janë të Shqipëria. papar. Dafina. Respekt. Piro Vangu. Këtë nuk e njoh. Më mirë, s'ka gjë. Çfarë është ky? Bajram Begaj. Dis. Presidenti. Kujdes në ky tjetri, Ilir Meta. Nuk po flas fare për këtë pjesë. Se ke qik respekt mo? Se ke qik respekter? Do me thënë, si ish ushtarak ti duhet ta është respektor, sepse është bëhet si mi mati kushtetutës. Po. E ka fituar me gjyqe, ka luftuar e për shumë gjëra. Wow. Po. Më jemi në pjesa e drejtësisë, Gjuli. Më bët pi ujë. Do na thuash 5 artistë të preferuar tani të momenti. Shqiptar, Shqiptar. Okej. I pari është Unik Atil, që s'ka lidhje fare me këto. Është si puna ime ai poet. Pastaj vjen MC Kresha, Poet. të preferuarit e mi. Është Flori Mumajesi, Poet përsëri. është muzikant shumë i madh. Sa u bën? 3. 3 u bën. Mund të them Piro Çako. E kam shumë të preferuar. Hajde, zota! Është një nga tekst shkruesit më të mirë vëlla. Ky është ai që ka fitur me Erman Mamaçi. Se unë vetëm kështu e njoh, si personi që ka fitur me Erman Mamaçi, nuk e njoh ndryshe. Piro Çako. Edhe pse s'ka lidhje me muzikën, më pëlqen shumë mënyra si shkruan tekstet, është goxha produktiv. Çfarë mendim ke për karrierën kaq të gjatë të Noizit në skenën shqiptare dhe në diasporë? Ai është një artist shumë i madh i cili ka, themi, realen se çdo person që është në ato nivele nuk është kot. Unë me këtë ide eci, kushdo të jetë, çfarëdo lloj ndihme që s'ka lidhje fare që mund të ketë pasur, apo ka qenë periudhë kohe kur nuk kishte shumë konkurrencë. Po. Ka që atje ku është. Ka patur konkurrent Unik Atil. Okej, po ishte periudhë tjetër, sot janë bërë Ka patur gjithë. konkurrent këtë getoarin, si ka ky Unë na ishin, shtyhet shumë aq muzikë pas ishin. të kohë. Ishin, sot janë të gjithë. Më thuaj një këngëtar. Sot ke konkurrent edhe Romeo Veshaj. Sot ke konkurrent edhe ku ta diun. Janë këta, sot është do kush këngëtare, kupton? Po, është ky i portokallis. Të gjithë sot. Ky, Arova jemi, Zbylyku, bravo. Po, Beskallaku. Më thua një këngëtar. Jo, ai është goxha artist i mirë. Kush? Olsi Bylyku më pëlqen shumë. Është aktor. Shkruan tekste shumë të bukura. Shkruan tekste shumë të bukura. Por më thuaj një këngëtar që është sapo i ka hyrë karrierës tani muzikore që ti mendon se ai do ecë dhe ka talent shumë. Nuk është se i ka hyrë tani, po s'mund ta parashikojmë dot atë gjë domethënë, po që një artist që më pëlqen shumë, që gjej shumë veten, edhe është ndër të paktët që e dëgjoj, sidomos kur jam në Gjermani vëlla. Është Artur, quhet. Është reper. Kur është ky? Artur. Artur është super talent, po. Do ta dëgjosh edhe do thuash. Gjuli, ne jemi gati në përfundim të intervistës tonë. Më kënaqem shumë që të kishe sot këtu. Ne që të njohim pak më shumë, dim se sa bukur ti shkruan, dim me dhe dashurinë e madhe që ti ke për artin, për krijimtarin. Jemi me fat realisht që të njohim nga afër dhe ndan me ne pjesë të shpirtit tënd që i hedh në letër.
Edhe kur na i tregon të parëve, sigurisht kemi një privilegj e një kënaqësi më shumë. Po për ta përmbyllur, kemi një mesazh për të gjithë ata që na njohin, qoftë për mënyrën se si duhet të përballohen me sfidat në jetë ose mënyrën dhe këmbguljen me të cilën duhet të ndjekin pasionet e tyre. Duke u nisur nga vetja ime, dhe një gjë që më ka penguar ka qenë ndikimi nga të tjerët. Mos u ndikonim kur nga të tjerët edhe vazhdoni të ndiqni ëndrat tuaja edhe bëni atë që dini të bëni më mirë, sikur edhe këpucara vlla, bëje. S'ka lidhje fare. Gjuli, ishte kënaqësi dhe unë prap do të nderoj Si një ish ushtara. Ishtin këtu në vetulla, po. Edhe kemën e djathtë, plase me të majtë. Plase edhe në të qepurat e pantallonave. Dorën e majtë. E shikojnë që ti je larguar nga ushtria, por ushtria nuk është. Janë disa gjëra që nuk harohen kur. Një ishte kënaqësi Gjuli. Faleminderit të gjithëve që na ndoqët në këtë episod. Shihemi në episodin e radhës. Mirupafshim. Mirupafshim.